S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Se keni ardhë të festimi i mbasdites, tamam është kjo është mesazhi i parë për 2026-ën. 4 janari nuk quhej, se ishte prezantimi i shërbesave, edhe në fakt doja një ndërtokitje të madhe për gjithë Dream Team në ICF, për çdo çun, për çdo gocë që shërben te gjërat që duken apo te gjërat që s'duken. Edhe doja mirë se ke ardhi që për herë të parë një herë, edhe vashifja ka në i për herë të parë, më duket 1, 2, të paktën 2 persona, do doja shumë që të ndjeshesh si në shtëpi tënde. Jam kurioz me ditë në feedback, si ishte kjo gjëja e çuditshme ku të ftoj shoqja jote ty ose shoku jot. Si u ndjeve kur erdhe këtu, jam shumë kurioz. Edhe do doja të përshëndesin ato që na ndjekin online, edhe aty pash është dhe kunata ime, çfarë bie kunata? Të përshëndes e dashur kunat. Eri, ju duam shumë edhe gëzuar vitin e ri, edhe është për ju që na ndiqni, kudo që jeni, dhe shkroni të komente nga na ndiqni, që ta marrin vesh kush është atje dhe ta dim për kë po lutemi dhe kë po inkurajojmë. Lutemi shumë për ju që jeni këtu, edhe ju që na ndiqni online, do të merrni një fjalë sot. Një fjalë specifike që shkon me situatën ku jeni. Për ne është i veçantë 2026, gjithë ky vit është shumë i veçantë sepse bëjmë 15 vjeç. 15 vite, nuk është shaka. Është sa i bie ti është 15 vjeç, vit parë shkollë mesme, vit 2 shkollë mesme. Zoti ka qenë besnik gjithë këto vite, por ajo që ndodh me kishat në vitin e 15, në këtë kohë, në këtë pikë, njerëzit kujtojnë kohët e bukura edhe bëhen nostalgjik. Bëhen nostalgjik, por ndërkohë që kujtojnë kohët e bukura, kujtojnë dhe uljet dhe ngritjet dhe sfidat, edhe i zë frika për të guxuar. I zë frika për të ndërru prap, edhe për të hedhë një hap të ri, edhe ngecin. Ngecin, por teknikisht nuk ka ngecje. Ose po bie, ose po ngjitesh, edhe uroj shumë që nuk do jetë kjo gjë për ne. Prandaj fjala e vitit për ne do të jetë e tillë. Quhet lartësi të reja. Lartësi të reja 2026. Do të besojmë Zotit që Zoti ka lartësi të reja për ne si kish, edhe gjithashtu personalisht për secilin prej jush. Si do në jetën personale, apo në punë, apo në profesion, jemi mirënjohur Zotit për gjithë 15 vite, por le të besojmë që janë qenë 15 vite që kanë hedhur kështu si themel të gjerë. Edhe mbi të do ndërtojmë atë që Zoti ka më pas, kështu që le të jemi mendje hapur për lartësi të reja që Zoti ka në 2026-ën, edhe uroj shumë që do jenë plot në gjithë dimensionet. Kështu që para se shkojmë te fjala e vitit, dua të nxis për diçka që e filluam në shtator, edhe në shtator nëse e mba mend, filluam atë 21 ditë lutje edhe agjërim. Edhe dua të sfidoj se cilin që është këtu, edhe ato që na ndjek online, a fillojmë që nesër 21 ditë lutje përsëri. 21 ditë lutje dhe agjërime do t'jap shumë udhëzime të thjeshta, që është një diçka shumë e kollajt, shumë e bëshme për këdo. Me që fillon viti, pse fillon shtator, do thot në njëri, pse nuk pritet janari. Në fakt, shtatori na është më rëndësishëm se janari. Duket sikur shtatori është më fillim viti se janari. Se ke bë pushim korri gusht 2 muaj, e duket me zimer, me zimer gaz, kështu që nxitja do jetë e tillë. Ajo që do të prisja nga secili, duke filluar nga vetja ime dhe secili për jush për këto 21 ditë që i bie 3 javë të plota, është kaloni kohë me shkrimin edhe në lutje. Më shumë se në javë tipike. Qa do thotë javë tipike? Nuk e di, ti e di, ndoshta lexon Biblën 1 herë në javë, ndoshta 2 herë në javë, ndoshta asnjëherë në javë. Jo, nuk ka nga ato që s'lexon asnjëherë në javë. Nëse sado që të jetë, nxitja ime do ishte për këto 3 javë, do kalojmë kohë me Zotin çdo ditë. Çdo ditë. Të kalojmë kohë me Perëndin, duke lexuar shkrimin, edhe duke u lutur. Edhe e di çfarë, nëse
A do ishte një gjë e madhe nëse secili prej nesh do e fillonte ditën me një çerekore kohë me Zotin. Po jetë sa çerekore ka dita? 96, 24. Po sikur nga këto 96 të parën, sa zgjohesh, t'javesh Perëndis 5 minuta, lexo edhe kalo kohë me Zotin. Edhe kjo do ishte e para, nëse ti bëhe kurios, lutja, qorim kryqë dhe jetë në gjë e stërbadhe. Lutja kjo do jetë. Ajde, kalojmë me kohë me Zotin më rregullisht se asnjëherë tjetër këto 3 javë, duke e fillu ditën, duke lexuar një pjesë nga shkrimi, duke u lutur. Nxitja tjetër dhe disa nga ju kanë pyetur, ka lidhje me agjërimin. Kështu që do t'ju nxisja pjesën tjetër, po sigur ta agjërojmë për diçka. Njëri thot, po s'ka fillu baromi akoma. Shiko, nuk ka lidhje me agjërimin e besimeve tjera, agjërimi është në Bibël, përpara se të ishin besimet e tjera, edhe ne herë pas here agjërojmë gjatë vitit dhe e nxisim se cilin prej jush që të agjëroni në forma të ndryshme, që do thotë të heqim dorë nga diçka. Jo si dietë, nëse bën dietë për 3 javë do dukesh më mirë. Por nëse agjërimi nuk të rregullon paraqitjen fizike, di çfarë bën agjërimi frymëror? Të rregullon të parë, të rregullon të shikuar, ti shef gjërat ndryshe. Ke një perspektivë tjetër për veten, për jetën, edhe për gjërat. Shiko, ja t'jap disa detaje për agjërimin, sepse këtu na ngatrojnë gjërat, se lutja është më e thjeshtë. Lexojmë Biblën, lutemi çdo ditë, e kuptum. Kurse te pjesa e agjërimit do t'jap ca detaje, nëse ke qenë në shtator, i di, sepse është gati e njëjta gjë që përsëritet në shtator në lidhje me agjërimin, pastaj të shkojmë tek fjala e vitit. Hajde lexojmë një pasazh në Bibël që flet për agjërimin. Mateu 17 fillon kështu. Kur arritën afër turmës, një burr u afrua Jezusit dhe duke u gjëjzuar para Jezusit i tha: "Sot ke mëshirë për birin tim, sepse është epileptik, vuan shumë, ai shpesh bie në zjarr dhe shpesh në ujë." Më poshtë, vargje 16-17. Edhe babai thot: "Tani unë e solla te dishepujt e tu, por ato nuk mund do ta shërojnë." Për të në lejnë që këtu, pjesa është, si pjesa e kontekstit, Jezusi ka dërguar dishepujt e tij 2 nga 2, edhe u ka dhënë autoritet të luten, të ndajnë lajmin e mirë, e të bëjmë për njerëzit, edhe ato u lutën njerëzit, kishte shumë njerëz që shëruan, përveç këtij. Ato lutu ky hiç, nuk shërohen botë. Kështu që ç'a bën? Këto u konfuzuan pse nuk e shërojmë dot këtë djalin. Por Jezusi di ç'a bëri? Jezusi dalloi cili ishte problemi, diagnoza, edhe dha ilaçin. Edhe dalloi 2 probleme, edhe dha 2 ilaçe, 2 gjëra. Edhe ja si vazhdoi Jezusi. Dhe Jezusi duke u përgjigjur, tha: "O brez që nuk beson dhe i çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni tek unë." Vargu 18. Atëherë Jezusi e sollën te Jezusi e qortoi demonin, ky doli nga djali dhe që nga ai çast djali u shërua. Pra është sa veçantë. Jezusi e dalloi që kishte një problem, që nuk po përgjigjej lutja, edhe në fakt ishin 2 probleme. Ja ti shpjegoj ç'a kuptimi ka në kontekstin ton. E para, Jezusi tha, nuk beson. I tha dishepujve, nëse më ndihmo, e kam atë shpjegimin e nuk beson? Nuk beson do thotë, nuk je i lidhur fort me Perëndin. E di ç'a kuptimi ka? Të është dobësuar besimi. Se shiko, mund t'jesh i krishter, sepse zgjodhe t'i besosh Krishtit, edhe ti je i shpëtuar për gjithmonë, sepse kush ka Krishtin, ka jetë përjetshme. Por, mund të humbase shumë gjëra që Perëndia ka për ty, edhe diku ndodh të humbasi shumë gjëra që Perëndia ka për ty, kur nuk qëndron fort i lidhur me të. Kur nuk e ma men herën e fundit që ke lexuar Biblën. S'ma men kur kam vu Biblën. A e ma men në njëri kur ka dhënë Biblën e vetë? Sa mirë. Kështu që ç'a tregon? Sa herë që harrojmë këto praktikat e vogla, besimi dobësohet.
edhe çanot, nëse besimi do psohet, edhe lidhja jo me Perëndin do psohet, nuk marri maksimumin asaj që Perëndia ka për ne në jetën e përditshme. Edhe përdore këtë fjalën tjetër që tha çoroditur. Nuk besoni dhe jeni çoroditur. Di çfarë thot çoroditur? Kuptimi i fjalës origjinale i çoroditur do thot shumë i lidhur me botën, i korruptuar. Kuptimi është i korruptuar është ke lejuar që shumë gjëra të botës të hyjnë brenda vetes e të korruptojnë. Shok, në një farë mënyre, gjithë kemi një mas korruptimi brenda vetes. E di pse? Sepse kemi parë gjëra që s'duhet ishin parë, kemi bërë gjëra që s'duhet ishin bërë, kemi thënë gjëra që s'duhet ishin thënë, edhe kemi menduar gjëra që s'duhet ishin menduar. Edhe në këtë moment, për hir të këtyre gjërave, të futen brenda nesh edhe krijojnë një formë çoroditje ose korruptimi. Kështu që, shiko, nëse ke zgjedh Krishtin, mos i ngatrojnë punët, nëse ke zgjedh Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, je përjetësisht i fituar edhe ke fitu qiellin. Po flasim si ta jetojmë jetë me bollok që tha Krishti këtu në tokë. Edhe sipas asaj që dalloi Krishti, janë dy gjëra tha, për shkak të mungesës besimit edhe për shkak të çoroditjes ose korruptimit të brendshëm. Hajde shkojmë te historia ta mbyllim. Vargu 19. Atëherë dishepujt ju afruan Jezusit më një anë edhe i thanë: "Pse ne? Jezus ti e bëre. Po ne alla, pse nuk ishim në gjendje ta bënim?" Edhe vargu 20, Jezus i tha atyre: "Çuna, do ta them troç. Prej mos besimit tuaj, çuna. Sepse në të vërtetë do më them se po të kishe besim sa i kokër Sinapi, që është një farisht e vogël, do t'i thoni këtij mali, zhvendosu mali dajti, do t'i thoni ik nga këtu se më ke zon pamjen, dil nga krahu tjetër, edhe mali do të zhvendosej. Pse? Sepse asgjë nuk do të jetë e pamundur për ju." Edhe Jezusi pastaj vargu më poshtë, edhe thot: "A doni ta keni këtë lloj besimi, edhe këtë lloj fuqie, edhe ta hiqni çoroditjen, korrupsionin nga ju? Ja ta themun se si bëhet." Vargu 21. Edhe Jezusi tha: "Por ky lloj demoni, ky lloj problemi, ky lloj halli, kjo lloj pengese që ti ke përpara, e di si largohet? Largohet me dy gjëra. Me anë lutjes dhe me anë të agjërimit." Çfarë bëri Jezusi? E gjeti problemin, mungesa besimit, edhe çoroditja, e tha: "Këto rregullohen si? Me anë lutjes, kohës tuaj me Perëndin çdo ditë, me anë të agjërimit." Edhe ç'a ndodh nëse i bëjmë këto dyja për 21 ditë? E para, lutja do të na lidh ngushtë me Perëndin. Nëse më ndihmon me slajde, lutja na lidh ngushtë me Perëndin. Prandaj sot du të nxis shumë. Hajde e fillojmë që nesër kohë me Perëndin, të rregullt si asnjëherë tjetër. 10 minuta, çerekore, 20 minuta, si asnjëherë tjetër. Qa do ndodhi mas 21 ditë? Qa do ndodhi mua mas 21 ditësh? E di qa do ndodhi? Do jemi lidhur më ngushtë me Perëndin. Pse? Sepse kalova më shumë kohë me të këto 21 ditë. Edhe e di qa ndodh, kurse agjërimi, e di qa bën agjërimi? Agjërimi na zgjidh ose na shkëput nga bota. Qëllimi i agjërimit duhet jetë: Zot, që ka një gjë në jetën time që tregon që jam shumë i lidhur me këtë botë? Çfarë është një gjë? Edhe si të shkëputem nga ajo gjë për këtë 21 ditë? Çfarë është një gjë që është ushqimi është ndër të parat kur njerëzit agjërojnë? E di pse? Sepse ka lidhje me Adamin me Evën. Adami me Evën e humbën lidhjen, miqësinë e tyre me Perëndin për shkak se u bën ziliqar. Kishin me ngrënë sa tush, çosh atje. Shku në hëngër dhe atë tjetrën. Edhe nga prandaj forma e agjërimit është ushqimi, sepse ka njerëz që në këtë kohë ndryshojnë diçka te menuja e tyre. Heqin ëmbëlsirat, ose nuk kanë sheqer fare, ose heqin bukën. Shiko, ka 4 lloj agjërimi që sugjerova në shtator. Ja ti përsëris shumë shpejt, edhe uroj shumë që të zgjidhni të paktën një herë. Edhe di që në shtator pati shumë persona që agjërohen, edhe lutem shumë që këto 21 ditë se cili për nesh të paktën do zgjedhë njërë nga këto. Për 21 ditë, 3 javë rresht. Kush ma men njëri? Ma men në njëri? Agjërimi i parë, kush është? Agjërimi i parë është quhet
Agjërimi i plot. Shiko, agjërimin e plot e shikon në Bibël, edhe është koha, kjo koha që njerëzit nuk han asgjë. E di çfarë thot asgjë? Asgjë fare. Asgjë fare për 21 ditë, vetëm pinë ujë ose lëng. Por ushqime zero për 21 ditë. Ky është agjërim shumë i fortë. Edhe shiko, nëse ti zgjedh të bësh këtë lloj agjërimi, gjë e parë që do të bësh, do të kontrollohesh me mjekun e lagjes. A ta lejon ai ose ajo për ta bërë këtë agjërim, sepse mund kesh probleme me tensionin, mund kesh probleme në shqetësim tjetër dhe a mund ta përballosh këtë gjë. Kështu që je i zgjuar nëse zgjedh të lloj agjërimi, përfitimi frymëror është shumë i madh nëse bën këtë lloj agjërimi. Por pyetja është, a e përballon dot fizikisht? Këtë nuk e di. Këtë e di mjeku i lagjes. Agjërimi i dytë quhet agjërimi me përzgjedhje. Kjo është një nga agjërimet që është më i praktikuar, quhet ndryshe agjërimi i Danielit. Është koha që ha vetëm barishte. Agjërimi i Danielit heq bukën, produktet e mishit, bylmetin, ëmbëlsirat, vetëm fruta, perime, vaj ulliri, kaq. Këto 3. Dhe filloshe? Çike vështirë. Pranaj quhet me përzgjedhje, ti zgjedh disa produkte nga menuja që këto do të haj, jo këto të tjerat. Agjërimi tjetër që quhet i pjesshëm, agjërimi i tretë, edhe ky agjërimi i tretë i pjesshëm po bëhet shumë në modë. Sepse nuk ndryshon menuja, ndryshon orët që ripan gran. Edhe është ha 1 ose 2 ose 3 herë në ditë, po është me orar 14 me 10, 16 me 8 ose 8 me 6. Që do thot, 14 orë ripan gran, po brenda 10 orëve ha. Ose 16 me 8, 16 ripan gran, edhe është quhet intermediate fasting, nuk e di si quhet tash me të termat në internet, po e gje kudo. Është thjesht, është në shtatore di që shumë persona kanë bërë këtë lloj agjërimi. Agjërimi 4 quhet agjërimi i shpirtit ose agjërimi i brendshëm. Dhe mendoj që është gjithë kemi nevojë për këtë agjërimin e brendshëm, sepse është problemi yt më i madh që i bie nuk është ushqimi, por problemi më i madh është janë bërë gjërat që hyjnë në mendje edhe në zemër, nga media sociale, nga TikToku, nga Reels, nga YouTube. Edhe kjo pjesë, shumica prej nesh, në mos gjithëve, na duhet një detox nga telefoni për 21 ditë. Paktën sikur të heqim gjysmën e screen time për 21 ditë. Është edhe një pjesë të kësaj kohe ta kalojmë me Perëndin. Kështu që, shiko, shumica e njerëzve e kanë mesatarisht 4 orë në ditë screen time, disa e kanë 6 orë plus, edhe bëra kalkulim. Nëse lexojmë Biblën 4 orë në ditë, po e gjetë sa ditë duhem për ta mbaruar. 13 deri 16 ditë. Po lexove çik më avash, i bie për 21 ditë. Që i bie, pa hoqë telefonin, për 21 ditë ti lexo Biblën krejt. Vetëm zëvendëso kohën screen time me çfarë bëje në media sociale, fut kohën me leximin e Biblës. Është edhe dhe marrësh nga zanafilla deri te zbulesa, dhe çfarë do ndodhi? Do kesh një perspektivë shumë më të qartë të punës Perëndis, edhe si ka vepruar Perëndia gjatë gjithë kohës. Shiko, kjo është nxitja, edhe uroj që do zgjedhësh 1 apo 2, por mënyra se si unë apo kushdo që nxit kishën në ICF për të bërë gjëra, puna jonë është si Psalmi 23. Kush e di Psalmin 23? Vargu 1 e din gjithë. Zoti është vargu im, asgjë s'do të më mungoj. Cili është vargu 2? Ai më çon në kullota e mbar të njom, më drejton pranë ujëve që të shlodhin. Kjo pjesa e dytë është pjesa ime, edhe kujdo që predikon këtu. Që do thot? Puna jonë është me thonë, ky bari është i mirë, ka vlera ushqimore, të ndihmon për 1, 2, 3, 4. Ky ujë është i freskët, se vjen nga Shëngjergji, ashtu është ujë i mirë, edhe të ndihmon për 1, 2, 3, 4. Por, se çfarë do bësh ti? A do hash? A do pish? Është puna jote. Puna ime, ose kujdo që predikon këtu, është të tregoj vlerën e gjës. Jap se lutja është e mirë, jap se agjërimi është i mirë, jap se shkrimi thot kështu, por pastaj është në dorën e secilit të vendosi çfarë do bëj, edhe si, edhe qysh. Kështu që
Dëshira ime diçka është që gjithë të lutemi për instinktit. Të kalojmë kohë me Perëndin 15 deri 20 minuta çdo ditë. Dëshira ime është që të paktën bëjmë atë detoksin e telefonit, të shkurtojmë kohën e screen time. Edhe do të na ndihmoj shumë sepse tamam nuk kemi nevojë mi ditë gjithë lajmet, edhe çanot e Big Brotheri, auzu ai që është lidh, që kanë lidh dy të dashura përdore, ke do marrit, ato të majtas apo të djathtas, nuk kemi nevojë mi ditë gjitha. Ama këtë kohën që ti shkurton nga screen time-i, ushqen shpirtin tënd. Kështu që është përfitimi, është më i madh. Hajde shkojmë te fjala e vitit, se unë nisëm me fjalën e vitit, akoma s'kemi thënë. Por uroj shumë që fillimi vit 2026, sepse këto 3 javët do të përgatisin për fjalën e vitit. E do kesh një vit super, sepse viti 15, besojmë shumë, do jetë viti i lartësive të reja. Edhe po shikoja me nge në Bibël, sa herë është përdor shpreha të reja, edhe po lexoj vetëm pak vargje që thot Perëndia të reja, edhe çfarë thot, Isaia 43, kush e di këtë përmendsh? Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat, mos rrini më duke pa çka kanon 2025. Ja, unë po bëj një gjë të re në 2026, thot Perëndia, ai do të lëshë deg, nuk do ta njihni, por do të hap një rrugë në përshkretir, do bëj që lumej të rrjedhin në vende të vetmuara. Një varg tjetër, dhjata e re. 2 Korintasve 5:17 thotë kështu: prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, ajo është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha u bën të reja. Që i bie për ty që ke zgjedhur Krishtin. Ai nuk merr njeriu e vjetër edhe mundohet ta rregullojë, ta bëjë në një formë të lezetshme. Jo, ai thotë e heq krejt të vjetrën dhe restauron diçka të re. 2 Korintasve, një varg më poshtë, 5:18 thotë kështu: edhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia, edhe ky Perëndia na pajtoi me veten e vet përmes Jezu Krishtit dhe neve na dha shërbimin e pajtimit. Shiko, ajo me shkruaj të zeza na pajtoi, mund ta kuptoj vetëm Akili, vetëm Akiluka. E di pse? Sepse ka kuptimin në origjinal, për ato kush merret me financa përveç Akilit tu? 1, 2, 3, 4, s'ka. Akil vetëm të angre. Edhe Rimi që merret me financa nuk e ngriti dorën. Kështu që na pajtoi ka kuptimin e çon balancën 0-0. E çon balancën 0-0. Ky është shumë qef për ato që punojnë me financa, kur ti bën hyrje dalet, edhe në fund muajit del 0-0, ç'a qefi. Kam po super punë, e nxorra 0-0. Krishti e ka bërë 0 balancën tonë. Që thot, i ka marrë të gjithë hyrjet, gjithë gjërat që ne kemi bërë, edhe e ka çu balancën 0-0, sepse i ka shly, i ka pagu gjithë të shkuarën tonë me gjakun e tij. Edhe ka shumëzuar me 0, e ka kryer, e ka bërë këtë gjë. Madje na ka bërë fringo të ri, thot 2 Korintas, na ka bërë krejtësisht të ri. Në fund të Biblës përmendet prap gjëra të reja. Zbulesa kapitulli 21 thot kështu: dhe ai që rrinte mbi front tha, ja unë i bëj të gjitha gjërat të reja. Sa bukur, është shumë bukur. Perëndia vetëm që pastron edhe fal gjërat e vjetra, por edhe na jep diçka të re, edhe harron atë që ka pastru, atë që ka heq. Edhe kjo është shumë e veçantë. Sepse thua, si ka mundësi, Perëndia është i gjithdijshëm, ai vjen nga përjetësia, shkon drejt përjetësisë, ai di çdo gjë që ka ndodhur deri më sot, ai di nga sot edhe deri në fund, është i gjithdijshëm, por shkrimi thot, ai zgjedh për të harruar diçka. Qa është? Ai zgjedh për të harruar mëkatet tona, cilat i ka falur. Momenti që i fal, nuk kthehet më. Ja çfarë thotë? Psalmi 103. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Qetësi, te ky vargu duhet duar trokitet fort, po prit ta lexoj edhe.
Sepse ky vargu tregon një gjë të madhe. Ky vargu do vën te frigorifer, ky vargu do vën ke dollapi rroba. Ç'a do lloj veni sa zgjohesh ta lexosh te vargun? Sepse ç'a thot? Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona, edhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Yes! Ai është fantastik. O Zot, sa mirë është shqyr. Sa mirë që nuk na trajton në bazë të gjërave që bëjmë. Vargjet 11-12 thotë kështu: madje, jo vetëm kaq, por sa të lartë janë qejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij. Toka, qielli pafund. Aq e madhe është mirësia e tij. Edhe ndaj atyre që kanë frikë prej tij, ndaj atyre që janë në ICF Tirana sot. E vërtet, edhe për ne, edhe për këto. Pjesa tjetër, sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Sa bukur. Hebrejve thot, kapitulli 8, vargu 12, sepse unë do të jem i mëshirshëm, unë do t'i fal për pasuesitë e tyre. Edhe pjesa tjetër ç'a thot, ajo që çiksi me bold, më trash. Nuk do të kujtoj. Zoti zgjedh, Perëndia i gjithdijshëm zgjedh. Unë do ta fshi nga rami im, do ta fshi nga kujtesa ime, do ta bëj delete, do ta çoj te recycle bin, do shkoj te recycle bin, do ta fshi aty. Do t'i fshi atë që ta kam falur, edhe nuk do të ekzistoj më. Edhe kjo është super e bukur. Kjo është shumë e veçantë. I tillë është Perëndia. I tillë është, ai na jep një fillim të ri. Edhe shiko, është i vetmi që na kujton mëkatet e të shkuarës është i ligu. Se do të na dëmtoj, do që të ndjehemi inferior, do që të zvoglohemi. Por nëse ti ke zgjedh Krishtin dhe ato faje janë pastruar, Zoti thot, unë nuk do t'i kujtoj, do t'i harroj. Ç'a ke ti që i kujton? Unë i kam fshi, i kam bot delete, i kam zhduk. E shiko, një gjë tjetër që është e bukur, shiko, gërmo, gjeta një gjë shumë veçantë, që shkon fiks me situatën ku jemi. Edhe është libri Levitikut, është libri 3 i Biblës, edhe te një kapitulli 25, flitet për vitin jubilar. Edhe nëse ti je kurios për ditë më shumë detaje, lexoje gjithë kapitullin si ishte i bukur, unë do të lexoj vetëm vargun 10, sepse vargu 10 ka një numër aty që përkon me situatën tonë. E di cili numër është? Numri 15. Në çfarë viti jemi ne? Në vitin e 15. Edhe në vitin e 15, Zoti thot popullit të tij i thot kështu: do të shejtëroni vitin e 15 dhe do të shpallni në vend lirinë për gjithë banorët e tij. Do të jetë për ju një vit jubile, secili prej jush do të kthehet në pronën e vet dhe secili prej jush do të kthehet në familjen e vet. Viti 15 e di si quhej? Viti i favorit të Zotit. Në dhjetën e vjetër, viti i favorit të Zotit, ose viti i pranueshëm i Zotit, ishte viti kur bëhej si reset hynor, refresh hynor, ka fillimi krejt. Është shumë e veçantë. Edhe ja të shohim çfarë reseti bëhej. Së pari, bëhej çdo gjë e re, ishte si rifillim. Çdo njeriu i jepte një mundësi e re. Nuk kujtohej më. Po shiko se ti ke ngel shkollë. Shiko se ti nuk kujtohej më çka kishe ndodhur përpara. Të gjithëve jepeshin mundësitë një lloj. Një lloj nga zero. Sepse i që çdo gjë e vjetër. Edhe kjo është shumë qef. Shok, viti 2026. Qof kështu për ne. Duke mos kujtu fare që ka ndodhur, por duke parë përpara, kemi një mundësi të re. Zoti na jep një vit të ri. Mëshira e tij është e re e freskët çdo ditë. Edhe çfarë bëhej tjetër? Faleshin borxhet. Ose që ti ishte në Shqipëri? Se kam 8 vjet kredi për pagu. Edhe ishte qef, ishte ky viti. Në njerë thot, edhe unë sa kam marrë telefoni me kredi, mirë do ishte. Apo makinën, apo qa më të kesh marrë. Shiko, faleshin borxhet në vitin e 15, edhe kjo është qef, kush nuk do donte ti faleshin borxhet, a do doje ti të faleshin borxhet? Gjithë do donin, por me i kusht. Të faleshin borxhet, nëse dhe ti u afalje borxhet gjithë tjerëve. Ke pjesa dytë? Të pëlqen? Çiksi me hile?
Ishte me kusht. Ishte me kusht. Sa qefe shiko, të fale kredia e telefonit, makinës, shtëpisë, është por ama ajo që shikon, ajo që shikon në shkrim. Kur do diçka nga Perëndia do që ta bësh atë gjë dhe për tjerët. Që do të thotë, gjë me kujdes. Nëse ti nuk fal të tjerët, ti bllokon hirin e Perëndisë në ty edhe në familjen tënde. Opa, me spec. Po sikur, ashtu siç na fal Perëndia ne, nga sot ti të falesh të tjerët. E ta fillosh 2026, unë i fal të gjithë. Edhe në njëri thot, ke kollajti, sa ai nuk e meriton. E di, ai do dajak, e di që do dajak. E di që e ka hak një dru, por mos fal për hir të atij të asaj. Fal për veten tënde. E di pse? Sepse Perëndia do të çeli dyert e bekimit edhe favorit në ty. Në ty, ke ty. Është fale për të mirën tënde, për të marrë çdo gjë që Perëndia ka për jetën tënde. Çështja tjetër, çliroheshin të burgosurit dhe të dënuarit. Sa qef? Nëse ti kishe një skllav në atë kohë që shërbente për ty, mas 15 vjetësh, ishte i lirë, si ishte më joti. Burgjet mas 15 vjetësh, bosh krejt. Faleshin gjithë, slevrit lishin të lirë, burgosurit dilin jashtë. Shiko, ka gjasa, në njëri po thot, po me ne si shkon kjo? Ka gjasa që në njëri ka kohë që është sklav, është në pranga nga diçka. Është diçka që është bërë pjesë e jetës tënde, edhe nuk ikën. Sa ikën ti, vjen mrapa. Sa ikën ti, vjen mrapa. Mund të jetë huq, mund të jetë një gjes, mund të jetë një varësi, mund të jetë një traumë, mund të jetë kujtime, çdo lloj gjë. Shok, është viti për të qenë i lirë. Për të qenë i çliruar, pa për boll e ke majt pa qëra atë traumën, atë kujtesën te koka jote. Ka ne gjithë të kohë nuk ka paguas qëra. Lëshoje edhe hiqe. Sepse është viti që çlirë, është viti që falesh të gjë. Tjetër çështje, riktheje ajo që kishe humbur. Që ndote. Tokat, pronat i ktheheshin pronarit origjinal, edhe një gjë tjetër në vitin jubilar, as nuk mille, as nuk korrej, e di pse, Zoti siguronte bollëk. Siguronte aq bollëk, më shumë sa çdo kishte bërë mundi tyre po të ishin lodhur. Edhe ishte viti ku nuk është që punoje fort, ishte viti që besoje fort. Edhe Zoti e bekonte popullin e tij në mënyrë të papave. Shiko, një gjë e veçantë. Kur Jezusi del sefte fare, fillon shërbesin e tij për herë të parë, po e gjete, çfarë thot? Cilët pjesë të shkrimit lexon? Hajde shkojmë edhe shohim. Luka kapitulli 4, vargje 16-17, Jezusi shkon me nënën e tij në kish, në këtë rast shkonte në sinagogë, edhe i jepet diçka për të lexuar. Hajde ta shohim. Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon, ditën e shtunë, hyri në sinagogë. Si që kishte zakoni. Çdo të shtunë, çdo shabat, shkonin kish. E bukur, apo jo? Edhe i dhanë në dorë të lexonin librin e profetit Isaia, e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar. Përfshir, të rrimi çike kjo pjesa me boll që duket çik më e madhe. Siç e kishte zakon. Është shumë e veçantë. Është shumë qef që ato siç e kishin zakon, çdo shabat shkonin kish. Është shumë e veçantë. Nuk e di, momentin që ti ke besu Krishtit edhe deri më sot, si ka qenë rutina jote? A ka qenë pjesë e jetës tënde të shkuarit në kish? Për mua 33 vite që besoj Krishtit, ka pas një maksimumi 2 diela që mund në një vit që mund mos ke shkuar. Pse? Sepse është zakon. Edhe, shiko, kot ju them juve se ju edhe ju zakon e keni, se keni artu. Unë e ka me ty që janë lanë, jo edhe juve ju dëmë shumë. Por e ka me këdo, shiko, që vinë rrallë ose edhe nuk vinë shpesh. Shiko, Jezusi vetë shkonte, si që ishte zakoni. Shto shabat, me nërën e ti, shkonte në
shkonte në sinagogë, edhe imagjino se kur ky zakon ti je i fortë për çdo të krishter. Edhe merr telefon. Alo, çfarë do bësh sot? Sot është e diel. Kish më çfarë do bëj? Po pse valla ti ishe para javën kish. Po siç e kam zakon, unë dhe familja ime e kemi zakon, çdo diel ne shkojmë në kish. Hajde shkojmë te pjesa e pasazhit se u hutova te kjo. Vargje 18-19. Çfarë lexoi Jezusi? Lexoi fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ngjillizuar, për të shpallur lajmin e mirë të varfrit. Të varfër ka kuptimin skamësit në frym, predikimin mal, lumata që janë skamës në frym. Erdhi për të dhënë lajmin e mirë atyre që ishin skamës në frym. Ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën e thyer, shpall lajmin e mirë, shëroi ata që kanë zemrën e thyer, për të shpallur çlirimin e të përgosurve, për kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypërit. Pjesa e fundit. Shive që këta notë pjesa e fundit. Me këtë ngjan pjesa e fundit. Dhe për të predikuar vitin e favorit të Zotit, vitin e pranueshëm të Zotit. Tada! Është shumë e bukur. Ky ishte referenca e parë që Krishti lexoi, edhe nga ai moment filloi shërbesin e tij. Shiko, prit pak. Se mos ngatrohemi teologjikisht. Më dëgjoni. Favori i Krishtit nuk është vetëm vitin jubilar. Favori i Krishtit është çdo vitin, çdo vjet, çdo muaj, çdo javë, çdo ditë. Nuk është vetëm një herë, është gjithkohën. Me Krishtin është jubile çdo ditë. Çdo javë, çdo muaj, gjithkohën. Thjesht ai na jep mundësi të reja çdo ditë, thjesht po theksoj që ka diçka gjëra të veçanta të vitit jubilar. Nuk do thotë që në 2027-ën, s'kemi më as favorin e Zotit, as mbrojtjen e Zotit, asgjë. Nuk është e vërtetë. Kur ke Krishtin, favori i tij është me ty, mbrojtja e tij është me ty, gjaku i tij është mbrojtje mbi jetën tënde, edhe gjithë të gjërat e tjera. Thjesht po theksoj që ka ca të veçanta viti jubilar. Në fund do ta mbyll kështu. O pritse, kemi edhe gjë në fund. Nuk e di tha Bora, duket se tha, da themon. Në fund sot do marrim darkën e Zotit. Kështu që det një fillim super e vitit. Bora thotë, s'më tha njëri që po jo? Në fund fare do marrim darkën e Zotit, sepse do të jetë një mega fillim. Një mega fillim viti që të përgatitemi fiks për ta marrë plotësisht atë që Zoti ka për ne. Kështu që 3 hapa praktik. Çfarë do të bëjmë për këtë gjë? Për ta shiju tamam vitin jubilar, edhe vitin e pranueshëm Zotit, dhe çdo gjë që ai ka për jetën tona në anë personale, në anë profesionale, në familjet tona, apo çfarë do lloj gjëje. E di çfarë do të bëjmë ne? Çfarë pritet nga ne? 3 gjëra që ta përjetojmë tamam. Nxitja e parë do ishte: pendohu dhe ktheu plotësisht te Perëndia. Vendose ato të parin edhe ktheu plotësisht tek ai. Kur dëgjon fjalën pendohu, duket si fjalë shumë e egër, pendohu. Do thash një herë pendohu. Duket sikur na i meme në për film ata, na i gjë. Po shiko, pendohu është fjalë pozitive në Bibël. Edhe çfarë thot pendohu? Je duke ik ti që jeto ik për çefin ta te. Edhe çfarë thot pendohu? Ktheu 180 gradë. Ishe duke ik ande? Kur ti zgjedh ti besosh Krishtit, kthehesh te. Edhe nëse ti rrugës duke ecë te, e merr në i kthesh kështu, pendohesh dhe kthehesh prap. Edhe kthehesh prap tek ritmi me Perëndin. Fjala pendohu, shiko, mund të jetë dikush këtu ose dikushja, sapo dëgjoj fjalën pendohu, edhe ktheu plotësisht tek Perëndia, fryma e shejtë s'është të bëri diçka. Të bëri një tristim, se ç'a ndjeve një gjë. Edhe ka gjasa që po bën një gjë gabim. Ndoshta je përzje me njerëz të gabuar. Ndoshta po bën diçka që nuk i sjell kënaqësi Perëndis. Por për të shkuar te lartësi të reja, për të marrë plotësisht ato që Perëndia ka për ne, e di çfarë duhet të bëri? Të pendohemi nga rrugët e vjetra, çfarë do lloj qoftë ajo. Edhe të lëshohemi 100% në krahët e Perëndis. Të lëshohemi 100% duke thënë ti je i pari, megjithmen ti je i pari jetës sime. Megjithmen. Kështu që kur
nxitja ime do ishte, e di si duket ajo kur bën diçka për Perëndin, po e me që zemër. Kur vjen kish për të adhuruar, adhuro me që zemër. Kur ndan lajmin e mirë, kur bën diçka, bëje sikur po e bën për Perëndin, çdo lloj gjëje, bëje plotësisht, jo me dy mendje. Shiko, sepse ka të mira, shiko, veprat e di çfarë ndodh nëse ne pendohemi dhe kthehemi plotësisht çdo lloj gjëje që mund të jemi larguar, na ka marrë vëmendjen. E di çfarë ndodh? Veprat kapitulli 3. Ndodh një gjë e bukur. Pjetri tha, pendohuni pra, ktheuni te Perëndia, që shlyhet ai mëkati që bëre, edhe po shlyhet ai mëkati që bëre, edhe çfarë ndodh? Kohët e fllatit Perëndisë do vinë. Do të ndjesh freskinë e pranisë Perëndisë, si asnjëherë tjetër. Sepse çfarë e ka blloku? E ka blloku ajo gafa që bëre, që e the, apo që e bëre, apo që e mendove. Momenti që ti e heq atë, e rrëfem para Perëndisë, Perëndia e fal. Çfarë ndodh? E ndjen freskinë e frymësotit. Kështu që është fladi pranisë ti, lartësi të reja në lidhje me marrëdhënien me Perëndin. Kështu që lëshohet te Perëndia. Njerëzit lëshohen te Perëndia kur? Që lëshohen totalisht. Lëshohen në moment dëshpërimi. Lëshohen ku kanë has fundin, edhe s'kan ku të kapen më, edhe kapen te Perëndia. Sa mirë. Sepse çfarë ndodh? Moment dëshpërimi, nëse ti zgjat dorën, Perëndia të kap, e të ngrej lart. Po mirë, pse të presim? Dëshpërohemi, bëhemi keq fare. Po sikur të lëshohemi çdo ditë. E të lëshohemi në ditë mira dhe në çdo lloj kohe. Edhe e vërteta është, nëse lëshohemi totalisht tek ai, shiko, Zoti do të çel dyer, do t'i jap favor secilit prej nesh, sepse siç thot shkrimi, çat mjellish do korrësh. Shiko, nuk po them që gjithë hallet e tuaja do ikin, nuk po them që nuk do të zej gripi asnjëherë, nuk po them që do mushe koleta jote sa të kalosh atë derë, nuk po them kështu gjërash. Por një gjë mund ta them. Kur ti pendohesh edhe kthesh plotësisht te Perëndia, perspektiva jote ndryshon. Mënyrën si sheh veten, si sheh njerëzit. Sepse i shef me sytë e Perëndisë, edhe Perëndia bekon edhe plotëson nevoja, edhe t'jep favor ashtu siç di ai. Ashtu siç di ai. Kështu që po sikur, vetëm një vit, vetëm këtë vit, t'jemi plotësisht të dorëzuar para për një vit, një javiku dhe 51 javë nga ka ngel. T'jemi plotësisht të dashuruar mas Perëndisë, e të lëshuar, e ta shohim, si thot shkrimi, provoni dhe shihni sa i mirë Zoti. Po sikur ta bëjmë. E dyta, sepse kemi nda mendjen, do e marrim çdo gjë që Perëndia ka për ne në 2026. E para ishte pendohu dhe ktheu plotësisht me gjithë zemër. E dyta është kjo. E dyta është dil, hiq, largohu nga çdo gjë e vjetër. Nga hiq dorë, ç'a ndodhte në vitin jubilar, harrohet çdo gjë e vjetër. Çdo lloj prange, çdo lloj sikleti, çdo lloj mosfalje, çdo lloj gjë të shkuar, lije në të shkuarën. Dhe kjo do ishte nxitja ime. A mund ta lesh të shkuarën tek e shkuara? A mund të mos i lem dëshirat e mishit ta kontrollojmë jetën tonë? Prandaj agjërimi për 21 ditë do të na ndihmojë si ta kontrollojmë mishin tonë e dëshirat tona. Edhe është duke i thënë, duke i kujtuar vetes, jo, këtë gjë nuk e them. Jo, këtë gjë nuk e bëj. Jo, këtë gjë nuk do ta ha. Edhe ç'a ndodh? Shiko, Isaia 58 vargu 6 thot, agjërimi që i pëlqen Perëndisë. Agjërimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky? Të thyesh zinxhiret e ligjësisë. Edhe e di ç'a ndodh, nëse ti mban mosfalje në zemër, ti je për të bërë rob i keq. Nëse ti mbledh mosfalje në zemrën tënde, të bësh rob i lig. Sepse duke grumbulluar mosfalje, ti do mendosh hakmarrje. Si t'ja bësh, si mos t'ja bësh, si mos t'i folish, si t'i mash inat, si t'ja bësh këtë, të bësh atë. Është viti që të thyhen zinxhiret e ligjësisë, të zgjidhen verikat e zgjedhës, t'i lësh të lirë të shtypurit, ore të thërmosh, të dërmosh çdo lloj zgjedhje. E thush, unë jam i Krishtit
totalisht. Me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, jam i ati krejt. Jam i ati krejt. Pse? Ja ta them këtë thënien. Nuk shkon dot në lartësi të reja. Nëse të ka ngel koka mbrapa. Qa ndodh nëse ti ecën në Tiranë kështu? Të bish puset. Se akoma janë ca puseta hapët. Do shtypin e skuter, po harrova që skuteret janë heq. Por e sigur që do të ndodhi diçka. Nuk mund presish gjëra të reja në 2026 nëse kokën e ke mbrapa ke 2025. Dhe kjo është thënie që ti e ke lexuar 100 herë vjet, sepse del në prill sa shumë shpesh. Pra e para cila ishte? E para është lartësitë e reja duan pendim dhe dorëzim totalisht e Perëndia 100%. Edhe e dyta, lartësitë e reja duan çfarë? Të heqim dorë nga çdo gjë e vjetër, nga çdo gjë që na pengon, që nuk na le të ecim përpara. Cila është e fundit? E fundit është, shiko, Perëndia e pastron të shkuarën, 1, e bën balancën 0-0-2, na jep një fillim të ri, 3, por nuk e le fletën bosh. Thot, më rri aty mirë. Jo, te fleta shkruan diçka të re. Shkruan një plan të ri, shkruan diçka të re, e mbush me diçka të re. Prandaj e treta, nxitja ime e treta do ishte, thuaj edhe dëshiroj edhe thuaj, unë do ta gjej, edhe do ta plotësoj qëllimin që Perëndia ka për mua. Sepse ai nuk më ka sjellë rastësisht në tokë, nuk i shpëtoi, miku ky, e kisha nis për kin. Ky më doli edhe çik i gjatë, a ka kinez gjatë? Nuk asnjëri nga nesh nuk është rastësisht ku është. Ne jemi aty ku jemi, sepse Zoti që shikon nga përjetësia në përjetësi e di. Edhe për shkak se ai e di, ne kërkojmë e themi, Zoti, ja ku jam këtu, cili është qëllimi jot? Edhe sepse kur ikin të vjetrat, edhe ngel fleta bosh, çfarë bën Perëndia? Shkruan diçka të re, ku i gjemte? Tek Jeremia. Jeremia 29. Ky është varg që të gjithë e dini përmend, me shumë gjasa. Perëndia thot, unë i njoh mendimet që kam për ty. O, ti si je i panjohur? Thot, o Zot, a mjefti mu? A më ke pa ndonjëherë? Thot, ç'a thu? Unë i njoh planet që kam për ty, thot Zoti. Edhe kur i numroj, janë mendime, janë plane paqe dhe jo të skeqes. Edhe di çfarë planesh janë për të dhënë jetë të ardhme, edhe për të dhënë shpresë. Sa bukur. Ai ka plane, ka të ardhme, ka shpresë, sepse ai do që ta shkruaj planin e tij, ta ajo fleta bosh tek ajo e reja, tek ajo e pastra. Edhe ja ku e gjem, Efesianët 2:10, edhe këtë kam si e dini përmend. Ne në fakt, ti në fakt, ne jemi vepra e tij. Ne jemi e tij, të tij, jemi të tijët. I përkasim atij, jemi krijuar dhe formuar në Krishtin. Si vazhdon vargu, të krijuar në Krishtin për vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Ai na ka kriju vetë që të bëjmë një gjë të mirë, që të bëjmë diçka me jetë. Ai ka vendos gjithë ingredients brenda teje për atë gjën e mirë që ka përgatitur. I ka vendos gjithë aplikacionet. I ka vendos gjithë aftësitë, dhuntit, dëshira, çdo gjë e ka vendos që shkon me ty edhe shkon me planin që ai ka për jetën tënde. Kështu që nxitja ime do të ishte, e di cila do ishte fundit, ishte hidh një hap më tutje. Kjo do ishte e fundit, pjesa e fundit e mesazhit. Edhe është, këtu janë disa hapa. Nxitja ime do ishte, mos rri në vend. Hidh një hap, bëj diçka, veç lëviz. Veç mos rri në vend. Edhe hapi, e di që do ishte për ato që nuk është pagzu, nëse nuk je pagzu, ky është viti pagzimit. Edhe Francesco është gati për të pagzu. Edhe kemi një mikun ton nga Italia, Burri Ornelis, unë do të pagzohem. Sa mirë, kush tjetër është gati për të pagzuar? Edhe e dyta do ishte nëse je pagzuar, explore. E di çfarë është explore? Nëse nuk ke gjëra të qarta, një themel të qartë për besimin dhe kishën, edhe nuk di nga t'ja fillosh, explore me 10 të mërkura është për këtë gjë. 10 të mërkura rresht shpjegon besimin në mënyrë shumë të thjeshtë, kishën në mënyrë shumë të thjeshtë, edhe krijon një farë themeli. Nëse edhe këtë e ke bërë, shërbesa e grupmoshës tënde, gjatë javë ka ICF çka ka.
student, kids, çifte, pak hapësirë për mirësisë, për shofsosen. Qa është një gjë tjetër? Youthët, harrova youthët, qa është kjo gafe madhe, kam harru youthët. Qa do ishte tjetër? Tjeta do ishte hedh nëse e ke bëgt shërbej një të djelë, bëj diçka praktike një të djelë. Nëzitja tjetër do ishte, ore, drejtoj një gjë. Nëse je i cëfist, je lider. Je lider, bëj një gjë. Drejtoj një grup vogël, drejtoj një shërbes, drejtoj një projekt. Edhe, ji bujar. Jep me bujari këtë vit. Edhe falenderit Bora që na e përmendi atë. Po flisja me pastor Jetonin edhe shumë për ju që e njihni kishin qendra kristiane Durrës, se kishte përver me gjithë bandën dhe bën një shërbes tu. Edhe po flisit, ore qa është nevoja, qa mund bëjmë ne që? Qiko, lek me blej shtëpi nuk kemi, lek me blej lavatri që gjithës kemi, lek me blej qa është divan i s'digja, po ishe lag. Kujtën, gjëra që ishin ndjek, ishin prish, nuk menoj që kemi esh lek. Por ama qa mund bëjmë? Edhe Jetoni tha, di qa është nevoj është me boj një vakt të ngrohtë. Pse? Sepse kuzhina është boj qull, nuk ke ku ha buk. Edhe është, këte mund të bëjmë ne? Nëse gjëra të mëdha si bëjmë, po një gjë mund ta bëjmë. Edhe ne si CF do t'japim me bujari, edhe faleminderit që ke dhënë te koshi në fund, edhe ajo çfarë do jetë për 40 familje, për këto 4-5 ditë derisa të rriqet uji plotësisht, do hanë një supë ngrohtë. E do lavdërojnë Zotin duke ngrënë një supë me fletë pule. Pse? Sepse e mundsove ti. Sepse je bujar ti. Edhe kjo do ishte nxitja ime, je bujar këtë vit. Jep një çik më shumë se vitin e kaluar. Nëse vitin e kaluar njerë jepi, njerë si jepje, ji bujar në mënyrë të rregullt. Edhe është për ne, për familjen tonë, bujari do të thotë që kur filloi kisha, kemi dhënë 1% më shumë, edhe ky është viti që ne si familje japim 26% nga të ardhurat tona. Edhe shumë qef. Nëse do ishte për fillimi, bum 26%, po kur e shoh çdo vit nga 1%, nuk e ndjen. Kështu që nxitja ime do ishte, çado që ke dhënë vjet, shtoj dhe një çik më shumë bujaris. Nëse ke dhënë 3 ose 4%, bëje 5. Nëse ke dhënë çik, shtoj dhe pagës më shumë. Jemi bujar, sepse atë që Perëndia gjen besnik me të vogla, ç'a bën? I beson më shumë, sepse thot, ky man. Ky është besnik me kaq, do të jap më shumë. Po i majt ato tujat, aq sa ke, shtungove fort, po gjetën e sa do ngelish. Maj sa ke. Sepse ato dhe po t'ikin, se sa më shumë e shtungo Çanov. Fyra i ka durët. Është ji bujar. Pse? Sepse Perëndia do që t'jemi, cila është vlera 6, kush e mamen vlera 6 e ICF-s? Jemi bekuar qarë? Që t'i majmë gjitha për vete? Jemi bekuar që t'jemi bekim. Edhe Perëndia do të bekoj që të bekosh të tjerë. Është shumë qef. Edhe është do kemi një udhtim të papam këto 50 javë. Këtë 2026. E besoj fort që Zoti do na çojë në lartësi të reja. Edhe dua shumë t'ju falenderoj që më lejoni të jem pastor i kësaj kishe. Edhe që besoni me gjithmen vizionin që unë dhe Ada kemi për këtë kishë. Kush e mamen vizionin? 4 këmbët e vizionit, kush janë? 4. Ne besojmë qarë që një më shumë të njohi Krishtin. E besojmë për 2026, e do bëjmë aq sa varet nga ne, që një më shumë të njohi Krishtin, dashurinë e Perëndis. Edhe dyta cila është, e njohu që e njohu Krishtin ai, ose ajo, të bëhet më shumë si ai, të rritet në ngjasi me Zotin. Edhe e treta, ta jetoj jetën pa frikë, ta jetoj jetën me qëllim duke ditë, unë jam këtu sepse Perëndia më ka vendosur dhe ta shijoj çdo kokër dite. Çdo ditë. Edhe e 4ta, do sjell ndikim aty ku jam. Shiko, po i them këtë gjëra me shumë butësi, me shumë terezi, sepse kështu jam unë, në këtë lloj forme, por e di si ndihem në hepër mrena. Ndihem sikur jam para, ke parasysh kur je me makinë, edhe para tesh një makinë tjetër,
edhe pastaj është semafori. Edhe je aty, edhe semafori është bo jeshil. Edhe unë jam makina e dytë, edhe shof këte që e goca rrin telefon, se ka pa drejtën jeshile. Edhe disin vje mua, vjeti vje bëris, duke shefa dhe, ka që vadhe. Por kujtoj aty që kam grun afër. Kujtoj që kam grun afër dhe thot, be nice, pastor Altini. Apo vetëm kish je kështu nice ti. Edhe kur del rrugë bëllë si që e egrë. Kështu që e di si bje bërisën? Pep, 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 sa më zë prak. E të kujtojt, që e po. Por, po t'i bia bëris fort. E di që do thoja, për nuk jam unë, ky që do them tash. Nuk jam unë, edhe nuk po ja them juve, po ja them dikujt që na ndjekon online. Jo kunatës, as ty kunat. E di që do thoj kthej çik vizionin. E di se do e thoja këtë duke ra fort. Do e thoja këtë e para të njoh Krishtin, dashurinë e Perëndis. Do i thoja as do ta njohësh Krishtin ti? A je këtu rahat nga mend të kokës? A e kupton ti që nuk ka mënyrë se si ta fitosh dashurinë e Krishtit? Nuk mundesh, o njeri, nuk mundesh, sepse po të mundeshe, nuk do ta sillte Perëndia Krishtin. Nuk do kishe nevojë. Kështu që shife një çik mirë. Ngjo mu këtu, shif mu këtu në sy. Shife çik mirë. Perëndia ta ka qëru, ta ka bë meze, ta ka bë gati. Ti vetëm zgjedh besosh që Krishti ka bë për ty. Nëse s'do, në daç aty plaç. Po më thjesht se kaq nuk ka. Ke dyta, të bëhe më shumë si ai, po t'i bia fort Boris, da thoja, bol o burr, bol o motra, po ngele i flashkët, as mish, as peshk. Të shhollu gishti të bërë rilës, Shiko, ndërkohë që ka gjasa, ti se di ku ke lënë Biblën, ore të pyes ku e ke lënë Biblën, a e di. Ndërkohë, shiko, bol tashi, lere qumshin, ako me pampersa o burë, ako me pampersa, lere qumshin, lere pampersat, rritu, fuqizohu, forcohu që të shofi njerëzit ty si model. E di që do i thoja këtë tjetër të jetoj jetën pa frikë, duke ra bërisë më të madhe, do i thoja që boll po jeton jetën sigur s'ka Zot. Në mënyra se si shqetësohesh, mënyra se si panikosesh, mënyra se si fleti, duke sigur ti s'beso fare që ka Zot. Boll bërë kështu si ateist. Unë nuk njoh shumë ateist, po më dukesh ti ateist. Të po ankohesh e po qarravitesh, sigur s'ka Zot, sigur çdo gjë ka dalë jashtë kontrollit, e ti ke ngel mes pellgut atje në Kenet Durrësit. E ke ngel vetëm ti, boll jetove sikur s'ka Zot me gjithë të meraqe. Sillja para e Perëndis, dorësoj Krisht, ore të lutem, dorësoj Krishtit jetën vetëm një vit, vetëm një vit. E di që do i thoja te e katërta? Do i thoja, mos u bëj si shumica. Mos u bëj si shumica që me zit presin vijet premtja që të hardallosen. Mendoje çdo ditë, shikoje, unë jam në mision. Bota ime janë njerëzit rreth e qark meje, edhe do i ndikoj ato njerëz, sepse jenë matur, apo jenë fund mastrit, apo ke 5 vjet të puna, edhe asnjëri se ka marrë vesh që ti je i Krishtit. Asnjëri se di që ti je i krishter. Ore, po drit edhe krip, kush do jetë? Nëse ti nuk je. Është çou shkëlqe, sepse dita jote ka ardhur. Mundësia jote është sot, vendi yt është këtu. Por këtë s'do i thoja, se isha me bëri të madhe. Tash do them me bëri të vogël, do kthehem te vetja. E di çfarë thoja, po të kthehesh tek vetja? Ju du fort. Ju kam shumë gjan, e do t'ju thoja semafori
është nez me jeshile. 2026 semafori është me jeshil. Kështu që keqen të dufort, lëvizi qik. Ndoshta e shumë jo, po i gjys hapi, sa të mundesh, sepse ky është viti i lartësive të reja. Por zgjedhja jonë dhe përqafojmë, apo jo. Tashi kam nevojë vetëm për burra edhe për burnesha. Kush është gati me thonë, ja ku jam sot, përdor mua. 2026 është viti im edhe lartësitë e reja do t'i kap me ty. Nëse ti je dakord, hajde lutemi edhe e kthejmë për kushtimin në lutje. Hajde lutemi bashkë. Di që dhe i thoja Perëndi Zot, unë e bona pjesën time. Tash është pjesa jote. Zot, jepi guxim kishës tënde. Kjo është nusja jote. Kjo është nusja jote. Fuqizoje nusën tënde për gjërat që ke këtë vit. Zot, ne besojmë se semafori është jeshil. A do na fuqizosh për të kap lartësitë e reja këtë vit. Zot, a do na japësh fuqi për te njerëzores, për të bërë gjëra që të nderojnë ty. Zot, a do na japësh fjalë për te njerëzores, kur duhet të flasim. A do na shtysh të bëjmë gjëra që janë për te njerëzores. Zot, lutem për çdo zemër që ke trazu sot. Jepi forcë gjithashtu. Jepi fuqi gjithashtu. Kjo është viti jonë. Kjo është jubileu jonë. Zot, na ndihmo ta mundim natyrën e vjetër, të ndimet e të ligut. E të ecim e ta shije me ty ditë pas dite, pas dite. Nëse ti je këtu dhe do ta pranosh Krishtin sot, çfarë kuptimi ka? Ti ke dëgjuar për të para asnjëherë se ke dorëzu edhe dhënë plotësisht veten tek ajo pendohu dhe ktheu plotësisht. Se akoma nuk e zgjedh ti besosh Krishtin dhe i dorëzohesh plotësisht, a do t'i thush sot? Atë ma i sa di dhe kuptoj. Dorëzohem plotësisht. E të them Jezus eja në jetën time. Pendohem për çdo gjë që kam bërë. Eja Jezus në jetën time. Pastroje rrëmujën që do gjesh aty. Pastroje çdo gjë të ligë, çdo gjë jo fort bukur, pastroje Zot. Edhe mbushe jetën time me frymën e shejt, mbushe jetën time me qëllim të ri. Unë besoj. Nëse je këtu, i ke besu Krishtit më para, apo ka ndodhur gjëra që e larguar, si djali i plagprishës, a do kthehesh në shtëpi? A do kthehesh në shtëpi? Nëse ky je ti, kjo je ti, thuaj, atë u lodha. S'lash gjë pa provu, s'lash gjë pa testu, s'lash vend pa shku, u lodha. Atë po kthehem në shtëpi. Më prano edhe më bëj të ndjej përqafimin tënd. Dashurinë dhe ngrohtësinë tënde. Jezus, faleminderit që pastron të shkuarën edhe me jep një fillim të ri. Edhe fundi që do doja të lutesha, kush është gati për të përkushtuar për lartësitë e reja për këtë vit? Për të thënë Perëndi Zot, ma aq sa varet nga unë, ja ku jam. E ndërkohë që lutemi, do doja ta ngrije dorën që ta kuptoj kush
është gati për këtë gjë. Kështu që me kokën ulur, nëse je gati për të përkushtuar për 2026 edhe për të marrë çdo lloj lartësie të re që Perëndia ka për ty, a do ta ngresh dorën në këtë moment? Vetëm ngreje dorën dhe ule. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Zot, ja ku jemi. Jemi trima si Isaia, që tha, Zot, ja ku jam, më përdormuar. Zot, ja ku jemi, na përdorni. Jo se jemi trima vetë, po e dim kush je ti, e dim qa ke ti, edhe e dim qa mundesh ti. Edhe për shkak se i dim këto gjëra, nëpërmjet teje jemi gati, themi ja ku jam. Zot, më përdor mua. Në emrin e Jezus lutemi edhe besojmë fort. Amen.